mbrëma të nderuar shikues. Në komunën e Ferizajt, vale re e migrimit të banorëve të kësaj ane, kryesisht të rinjën drejt shteteve perëndimore. Vetëm ditëve të fundit nga Ferizaj janë nisur 10 autobus, siç shpresojnë ata në kërkim të shpresës për një jetë më të mirë. Javën që po e lëm pas, 10 autobus të mbushur me të rinje e familje Ferizajase janë nisur për në vendet më të zhvilluara evropiane përmes Serbisë dhe Hungarisë. Të rinjt dhe familjet që u nisën nuk pranuan të flasin se për ku duan të shkojnë dhe për çfarë arsye po i braktisin familjet e tyre. Ato ishin kryesisht nga fshatrat, por edhe nga vetë qyteti i Ferizajt. Rreth 60 banor të fshatit Mirash të komunës së Ferizajt, fshat ky që ka mbi 300 shtëpi, gjatë javës që po e lëm pas, ja kanë mësyer shteteve më të zhvilluara evropiane për një jetë më të mirë përmes Serbisë dhe Hungarisë. Ata shitën gjithçka që patën me vlerë për të grumbulluar paratë e nevojshme, mbyllën shtëpitë e tyre dhe braktisën fshatin. Drita Bytyqi, banore e Mirashit, thot se e pati të pamundur ta bind djalin e saj Lumrimin, 21 vjeçar, që të mos niset për në Austri. Ai kur u kthye nga Gjermania ai ka pas vetëm 7 vite. Shkollën e ka mbaruar këto, fillorën të mesmën, papunësi e madhe, kushtet ekonomike, edhe vendosi prapë me marr rrugën e Gërbetit edhe dashti më kthy pranë vendlindjes. Na i kem thonë që këto rrese më mirë se edhe na përçatojmë kthy që më mirë bëhet, ka dal më mirë se ne, po ai prapë vendosi atë vetën edhe vazhdoi rrugën shkoj. Çush ndihesh si non kur e ke djalin larg edhe kur e ka kaluar rrugë të rrezikshme? Shumë e mërzitur. Po, mëse vendosi vetë. Se ka një mungesë perspektive për të rinjt, pajtohen edhe përfaqësuesi i fshatit Mirash dhe mësimdhënësit e shkollës së fshatit. Por sipas tyre, rruga e migrimit nuk është e mirë as për shoqërinë kosovare e as për familjet që migrojnë. Krejt dalin për kushte ekonomike të vështira, do të thotë papunësia, rini. Janë 5-6 familje që kanë dalë kështu me familje, po shumica janë 3 që kanë dalë kështu individualisht. Kështu ma përkujton një kohë që fëmijët e lindur në Gjermani që janë kthy këtu, prap po shkojnë ku kanë lind. Kjo është rast i 2-3 rasteve që kanë ndodhur ashtu. Unë jam i pafuqishëm edhe shumë kush është i pafuqishëm për me i nalë këtë farturë kështu të rinisë, se nuk muj mi siguru asken une që do t'i bëj një vend punë e mos shko dikon. Do thotë, këtu në radhë parë duhet shteti të merë mosa që këta njerëz me i rahatun këtë vend këtu, sidomos rinien. Po, është shumë e vërtet se këtu 2 javë të fundit, sidomos nga fshati jonë janë larguar një numër dikon afër 60 banor të fshatit Mirash. Ne si Mirash edhe gjatë okupimit nuk e maj men një largim kaq masiv edhe për një kohë kaq shkurtër për fshatit. Aja që ka prekupon është edhe largimi se kanë dalë si familje, kanë marrë me vete edhe në fëmijë që kanë qenë nxënës shkollës. Deri tani kemi dikon 12 nxënës që veç janë larguar nga shkolla, gati një paralele. Nëse vazhdon kështu, por një kohë shumë që ka dalë deri tani, mendojmë që është shumë keq jo për fshatin tonë, por për gjithë Ferizajin edhe për Kosovën. Se rinia, pjesa më e mirë e fshatit, nga fshati. Për largim masiv të njerëzve ka informacione edhe Drejtoria për Mirëqenie Sociale në komunën e Ferizajt. Por thuhet se nuk është aq e vështirë gjendja sociale sa për të marrë rrugën e migrimit ilegal, mirë po janë edhe procedurat e lehtësuara nga shtetet e ndryshme sa i përket migrimit që po i shtyjnë familjet kosovare ta marrin vendimin për ikje nga Kosova. Mjaft stresuese dhe alarmante. Mirë po, unë propozoj që ne duhet të merremi edhe në identifikimin e objektivave dhe qëllimeve tyne. Dhe kjo kërkon një ndërhyrje multidimensionale. Ne kemi informata që largohen edhe familjar të cilët janë të punësuar. Nuk është bas qashja e gjendjes së rëndë ekonomike të tyre, mirë po janë procedura të lehta të disa shtete evropiane të cilat po ja mundsojnë këtyre. Kur them duhet një ndërhyrje multidimensionale, në kuptoj që duhet të ndërhyrë përveç komunës edhe shoqëria civile, të ndërhyjnë edhe institucione tjera relevante, policia, të ulemi dhe të debatojmë. Dihet që kapacitetet e komunës janë të kufizuara për të plotësuar dëshirat dhe qefet e gjithë këtyre. Andaj mendoj që kjo duhet të ndërhyjmë edhe nga niveli qendror.
Se migrimi ka mbetur e vetë një zgjidhje për shumë të rinje, familje, pohojnë edhe aktivistë të shoqërisë civile në Ferizaj. Sipas tyre është bërë i padurueshëm nepotizmi në punësim dhe padrejtësitë që u bëhen njerëzve të kualifikuar për ndonjë profesion. Kjo është një alarm shumë i madh për qeverinë tonë, për njerëz qofshin në komunë, qofshin në qeverinë qendrore, që mos i japin shpresa tek qytetarët edhe të ngrisin nivelin e besimit se ekonomia e vendit shumë shpejt do të rritet, por që të japin drejtimin ose të kërkojnë që të vazhdojnë me punë direkte për qytetarët. Elementet që po bojnë të humbjes së shpresës të qytetarët është politizimi i tejskajshëm i vendeve të punës, nepotizmit, klientelizmit, edhe këto e bojnë që të humbin edhe shpresën që çdo qytetar i cili s'paku ka një kvalifikim që të jetë i barabartë para organeve të shtetit. Por, a i pret një jetë vërtet më e mirë këto familje që marrin rrugën e migrimit. Nazim Haliti, aktivisti shoqërisë civile, tregon pjesë nga vizitat që ka bërë në përkampet në Francë disa herë. Nuk është se njerëzit ende besojnë shumë në ëndrrën e jetës më të mirë evropiane, po vetë mundësitë, infrastruktura dhe mundësitë integruese që u ofrohen nga shtetet evropiane u bën atë plusin më të lehtë për krahasim prej jetumit në Kosovë edhe kërkimit punës për 15 vjet, aplikimit në 100-200 vende në institucione ndryshme, edhe në fund mbetunit pa asnjë ndihmë sociale ose pa asnjë mundësi të integrimit. Po e vështirë është sa dush. Unë privatisht kam vizituar vitin e kaluar në Francë disa strehimore, tu i vizituar disa tafërm, edhe ata që kanë mundësi me e pa, vërtet është vështirë me marr atë vendim me e dalë. Është jetë e vështirë, jetë e rënë, po për ata që janë të zot dhe kërkojnë një jetë më të mirë, prap mundësia një lloj integrimi është më e lehtë, qoftë ndoshta mbrana 3, 5 apo 7 viteve, se sa pritja e pafund e një shpresë të pafund për një jetë më të mirë në Kosovë. Kurse migrimi ilegal nga ekonomistët shihet edhe si pasojë drejt për drejt e ngërçit politik që ka përfshirë Kosovën tash e 5 muaj. Ekonomisti Medain Hashani thot se mungesa e investimeve të huaja ka bërë që të ketë pasiguri në mesin e familjeve se një ditë do të kenë qëndrueshmëri ekonomike. Pas luftës, do të thotë ende në komunën tonë nuk kemi do të thotë një investitor potencial i cili ka investu dhe ka ndiku që të ketë punësim më të lartë në zhvillimin ekonomik. Kjo është po do të thotë edhe me qeverisjen do të thotë tani që është aktuale, që nuk po ka ndonjë program të caktuar që të ndikojë në zvoglimin e papunësisë. Andaj premtimet të cilat janë dhënë si në nivelin lokal edhe ashtu qendror për punësimin e madh, do të thotë kjo ka ndikuar që mos të kemi punësim të tillë, për arsye se nuk kemi ndonjë investitor potencial. Të gjitha bizneset në bazë të statistikave do të thotë të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, do të thotë janë rreth 4000 biznese të cilat janë mbyllur, pikërisht për shkak të krizës financiare e cila është duke mbizotruar. Në një mënyrë edhe ata të cilët kanë krijuar një bazë financiare nuk po e shohin veten këtu dhe nuk po e gjejnë veten këtu. Pikërisht si rezultati mos ofrimit të strategjive, mos ofrimit do të thotë pjesëve të cilat ndikojnë do të thotë në punësimin e qytetarëve të komunës sonë. Sipas shënimeve të zyrës së statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat të publikuara më 3 tetor, gjatë periudhës prill-maj-qershor 2014, janë 2455 shtetas të Kosovës azil kërkues në zonën e 28 shteteve të BE-s. Sipas vendeve të ndara kështu, në Gjermani 1045 njerëz, në Francë 620 njerëz, në Hungari 365, në Suedi 195, në Belgjik 130. Në këtë periudhë nga 2680 vendime për azil kërkues nga Kosova, 195 kanë marrë përgjigje pozitive me status të refugjatit, 40 në mbrojtje shtesë, 35 për çështje humanitare dhe janë refuzuar 2245 kërkesa. Sipas Eurostat, në 12 muajt e fundit janë 14145 azil kërkues kosovar në zonën e BE-s.